وجداني من أجلك أعزف ألحاني صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني ولدي ريحانة وجداني من أجلك أعزف ألحاني صوتك دوما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والله إذا تندشم لسمي الله سبحانه وتعالى që ibadetet tona që I keni bo Allahu t'i pranon me neve gjithë inshallah Allahu subhanahu wa ta'ala që t'i knaqur e vllaznit ton që I përcelbi për çdo ditë Allahu t'i mëshiron dhe t'i fal. Në dersin e kalu e pam në përmes një hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që Allahu subhanahu wa ta'ala ka tregu se njeriu ka mundësi me kanë miku I Allahu subhanahu wa ta'ala dhe I pam disa prej ibadet apo një mënyrë prej mënyrave që njeriu ka mundësi mu bë I dashur I Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po nëse ata se ne krijin, a do me thonë që s'ka vepër tjetër apo punë që ka mundësi njeriu prap mu kon I dashur I Allahu? Sot inshallah do të shoh me disa vepra tjera, me disa ibadete tjera që njeriu ka mundësi me u bë I dashur I Allahu subhanahu wa ta'ala. Në një hadith që e transmeton Ebu Dherr el-Ghifari, këtë hadith e ka nxjerr Imam Muslim. Tregon Ebu Dherr el-Ghifari, thot fukarat e Medinës shkun te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po qa than ja Rasulallah, tha këto pasanikët tha na kanë te I kalu. Tha pse? Tha se edhe ato po bojnë namaz si që po bojmë edhe na, edhe ato po agjerojnë edhe na po agjerojnë, veç ato po kanë me dhonë e nas po kena me dhonë. Tha për këtë arsye ato na kanë te I kalu. E normal shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë pas qef që çdo njëri pe atin veçet I pari te Allah. Të bëjë gara janë dunjallëk,
po të bojnë ngaran se vapë. Për atë një hadith Ibn Omeri ishte ullër me Burej dhe e banën një muhabet, thanë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: ai cili e përcjell gjenazë prej të shtëpia deri te xhamia apo te vendi ku i falet namazi dhe ja fal namazin, a kthi me sevape sa një kodër të Uhudit. Kurse ai cili e përcjell deri te varrezat, tha kthien me di kodër. A kthi me di kodër. Kështu e Buhurejra radiallahu ta'ala për tregon. Ibn Omeri tha wallahi, tha unë tha e kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam një herë, ja ka fal gjenazën edhe a kthi. Edhe unë e kam punu sukuraj, ja kam fal gjenazën edhe jam kthi. Tha nëse ash e vërtet ti çka po thu, awa i halli për neve sa kodra me se vapi pas mi hu. Tha shko pyte Aishën radiallahu anha, mu vërtetu se ash për një me, se nëse të vdekurin e përcel tërë të varreza, i ki di kodra me se vapi. Edhe por rinë me gjlis shku në pytën Aishën radiallahu ta'ala, në tha po, thash e vërtet. Tha po pse pejgamberi sasem e kam pa akthi. Tha pejgamberi sasem njëherë e ka punu kështu me tregu se ban edhe kështu. A shumicën e rasteve ka shku tërë të varrez. Tha a i halli për neve, sa kodra me se vapi pas mi hup. E Buhurejra ju këthi ati dhe tha e keni hup e di për çka. Tha se ju keni bon gara në treg, e që ki u Buhurejra, tha se ka pas dertin e dunja lëkit, e ka pas dertin e se vape për ata. Tha une kam nejt me pejgamberin sallasem, ka thonë sum ka angazhu familj, as tregi. Tha në ditë kura kon mësimi i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fukarat shkun të pejgamberi sallasem, tha nja Rasulallah, tha qish me ja bon. Tha këto pasaniket në te i kalun. Tha po agjerojnë edhe na po agjerojnë. Tha ato po falin namaz edhe na, po ato po kanë qka me dhonë. Tha nas po kena qka me dhonë. Qka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Dirë të khajrit nuk janë një. Tha kush ju ka thonë që ju s'kini me dhonë? Prej nga e kuptut ju që s'kini me dhonë. Tha e dini se gjdo subhanallah që e thuni a sadaka, gjdo elhamdulillah që e thuni a sadaka, gjdo Allahu Ekber që e thuni a sadaka, gjdo la ilahe illallah, tha a sadaka. Tha deri sa burri kër e shëqran gruan ati, tha a sadaka. Atër than elhamdulillah që Allah si ka mbyll dirt e sadakas dhe si ka bot një loj. Shkun edhe o këthin po bojnë subhanallah dhikër. Pasanikët kur nitën, ato nuk ishin që e dojshin këtë dënja. Ja nisën edhe ato me bo subhanallah, elhamdulillah, Allahu Ekber. Fukarat ju këthin të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Than ja Rasulallah, jena nëzor me këto pasanik. Tha pse? Tha po na tregum për para se s'kishmi qka me dhonë. Ti na kalzove se me bo subhanallah, na kalzove se me bo elhamdulillah. Tha po dhe ato ja ka nis. Tha dhe ato ja nisën. Tha dhe këta dhe po kanë qka me dhonë, apet na dullën për parë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja lexoi fjalën e Allahut, tha dhalike fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim. Kjo është fadilet dhe kjo mirësi, a që Allahu ja dhuron kujt don, edhe Allahu a që jep shumë. Kjo mirësi, këtë mirë që ja ka që Allahu subhanahu wa taala, ka thonë s'ka kush që e pengon. Për këtë arsye, sot inshallah do të njoftojmë me disa sevap të cilë ka mundësi njeriu me i bo ibadet, jo viçkat, po mund këto që ndrohen prej veprave që don ashtë janë shkaqe që Allahu subhanahu wa taala ti e don. E nëse don Allahu çka bon? Nëse don Allahu subhanahu wa taala çka bon? Na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me një hadith ka thonë, nëse Allahu e don një rob, i thot Gjibrilit, o Gjibril, unë e pe du filonin duje. Tha e don edhe Gjibrili a.s. Tha kur ta don Gjibrili a.s. Tha i thot me laqeve në qilë që janë, o ju me laq,
Allahu pe don filanin dune. Tha e dojnë. Qka ndodh, tha, ku ta dojnë banor të qiellit? Tha atëre Allahu i zbrit ati i pranin tokë. Atëre tha ja fillojnë edhe njerës me dasht këta. Edhe njerës ta fillojnë me dasht këta. Nëse ka qenë ma ju urrejtin si përfaqen e tokës. Mirë po Allahu e ka dasht. Atëre Allahu këtine i ban prani, që njerës ta pranojnë fjallën e ati. Njerës që ta dojnë atë njeri, pse? Se Allahu e ka dasht. Me laqet e kanë dasht, s'kan qare dhe njerës pa e dasht. E nëse e dojnë njerës ka bon, një hadith qëtër që e transmeton Imam Bukhariu, tha Omeri radiallahu an, tha ishmi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ishmi ullër, kaloj një gjenaze, e ato shok të pejgamberi sa se me përmenën, tha lumi ke, a kon filoni ka bon mirë, sadaka, ka dhonë sadaka, ja kanë gjitë dorën filoni dhe alonit, tha pejgamberi sa se e ka meritu. Tha e ka meritu. Pasta i tha kaloj një ko, një qëtër gjenaze një njeri keq, shok të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha a pas ka dek filon, alhamdulillah që i kanë në liru, po gazepin kojshit pja ati e kam pas, gazepin lagja pja ati e ka pas. Atërë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha wajebet, tha e ka meritu. Omeri radiallahu an, ju drejtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulallah, për gjenazën e par kur kaloj, tha e përmenëm mirë, thave ka meritu. Qka ka meritu? Për gjenazën e dit kur kaloj përmenëm keq, tha që thave ka meritu. Tha qka ka meritu? Tha ata që e përmenëm për mirë, tha e ka meritu gjennetin e Allah. Ata që e ka përmenëm për keq, tha e ka meritu zjarmin e gjennemit. Tha o ju njerës, ju jeni dëshimtart e Allahut në tokë, e me laqet janë dëshimtart e Allahut qel. Allahu subhanahu wa ta'ala kur ta don një robin e ati, ja zbukuron dhe veprën ati. Një hadith që e transmeton Imam Bukhariu dhe Muslim, këtë hadith e kanë nxjerr Ebu Hurajra, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse një njeri e punon një vepër për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe këshirë se ape kënaq Allahun subhanahu wa ta'ala, tha edhe nëse i dhënon njerëzit, ka me ardhë koha që Allahu ka me jazbukuru veprën ati, edhe fjalët e ati thot kanë mindrequ, edhe njerës kanë më konë knaqë me ata. Një njeri nëse e ban një pun, e i dhënon Allahun subhanahu wa ta'ala, nuk e këshirë se apo i dhënohet Allahu aja, veç këshirë se farefisja janë razi, kojshita janë razi, filanin mos t'ja prishi, mos t'a i dhënoj filanin, këta dhe ata, tha e ka i dhënu ki Allahun, a njerës di ka pajtu. Ka me selë Allahu që edhe njerës kanë mu i dhënu me ata, edhe njerës kanë imi mshel kapigjiket me ata. Pse? Se a i dhënu Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndëgjë vëllai dashur musliman, çka ndodh nëse i dhënohet Allahu subhanahu wa ta'ala? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nëse Allahu nuk e don një filani, tha i thot Gjibrilit alayhis salam, tha filani nuk pe du, mos e du. Gjibrili me njëherë automatikisht nuk e da, dhe i thot me laqeve në qel, o ju me laqe, a e dini se Allahu me filanin a i dhnu, mos e du nëse Allahu nuk e da. Tha edhe me laqet nuk e doj. Tha njerës e kanë rrit aqt madh e kanë bon, e kanë rrit madh dhe e kanë dasht. Mirë po Allahu a i dhnu, Gjibrili a.s. a i dhnu, me laqet që a i nu dhnu, tha atëre edhe njerës kanë mu i dhnu me ata se Allahu a i dhnu. Për ata na kena nevoj që Allahu subhanahu wa ta'ala qëtë i knaqër me neve. Na kena nevoj të përfitojmë dashnin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu një hadith që e transmeton Hakimi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot wallahi la yulqillahu habibahu fi an-nar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam betohet në Allahun subhanahu wa ta'ala, thot pasha Allahu, për arsije se mu betun dikan që të nashe ndalum në islam, kur jena të betimi nalmi viqpa. Qka do me thonë mu betun dikan? Qka do me thonë me bo ben dikan? Për arsije se na për ditë refal bet, amo nuk e dim se qka do me thonë be edhe në kanë mu betu. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
ka thonë mos betohet njani prej jush. Nëse e ka pa tjetër mu betu, let betohet në Allahun subhanahu wa taala dhe jo në qëtër kanë. Për çka vetëm në Allahun? Ka thonë se ai cili betohet në dikan jashtë Allahut i ka bon shirk. Edhe kja shirku i vok që është gjuna prej gjunave të mdoja, e disa dietar kanë thonë është edhe gjuna ma i madh se gjuna i madh. Qa do me thonë gjuna ma i madh se gjuna i madh? Do me thonë nuk i falë. Qka do me thonë betim? Betim do me thonë une po baj ben filon, po baj ben Allah. Si nëse rej për ata që e thamë, ka mundësi i jap drejta ati që i bubetona mu hakmar. Nja. Dhe ka mundësi në ata që u pobetona ajt renën ti me në shesh me maqit. E val, ti kur beto është në kryen e fmive to, ti faktikisht në këtë beje të rejnë, se krya e fmive to s'kan mundësi mu të hakmar. Ti fillimisht në start po rejnë, e dita, a ka mundësi drita jote rënën tone me ta qinë shesh? Ja, pse po beto është në dritë. Për ata ti faktikisht jetë rejnë. Për atë do me thonë mu betu që nëse une jam ai cili e tham një fjallë apo të regoj për diçka dhe kjo arren ka drejta ai të cilën jam betu në ta mu hakmar mua edhe me ma qitë rrenën të e menshesh. Kjo do me thonë be pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith a betu në Allahun subhanahu wa taala. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk betohet një send vetëm kur ka pesh, kur ka vlerë. Për atë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yulqi Allahu habibahu fi an-nar. Tha pasha Allahu të dashurin e ti nuk e hedh në zjarr. A peshep se po dashe me dasht Allahun tanë? A peshep se kana me rëndësi me fitu dashurin e Allahun tanë? Ash me rëndësi që Allah me dasht. Pse? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu dashurin e ati nuk e hedh në zjarr. Për atë në Kurani Kerim jahudët që fotët, kur i thanë pejgamberi alayhi salatu wasalam, nahnu abnaullahi wa hibbau, ne jena fëmijët e Allahut dhe të dashurit e Allahut. Çka i tha Allahu subhanahu wa taala? Çka ju përgjigj Allahu atinve? Tha kul falima yu'adhibukum bi dhunubikum. Tha nëse ju jeni dashamir të Allahut, pse Allahu ju dënon masi jeni dashamir? Kurse është e ditur se Allahu nuk i dënon dashamir të vetë. Allahu subhanahu wa taala ka tregu me këtë ajet se Allahu nuk i dënon dashamir të vetë. Tha masi ju po thoni se na jena dashamir të Allahu, pse Allahu atëre juve po jo dënon? Pse Allahu juve ju ka shëndru në majmun dhe derra? Tha pasi që ju jeni fëmijë të Allahut dhe pasi që ju jeni dashamir të Allahut subhanahu wa taala. Para transmetohet në një hadith, që këtë hadith e ka nxjerr Imam Tabarani fil Mu'jam al-Kabir dhe Ibn Asakiri në Tarikhu Dimashq. Këtë hadith e transmeton Abdullah ibn Umar. Thot erni njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha ja Rasulullah, ejun nasi ahabbu ila Allah, cili njeriu është më i dashur te Allah dhe cila vepër është më e dashur te Allah subhanahu wa taala. Pse pyeti kështu ki? Donte me ditë se cili është më i dashur te Allah që të bëhet prej atin, edhe cili atë vepër është më e dashur te Allah që të bëhet. E ai cili e vepron një vepër që është e dashur te Allah do të bëhet prej dashamirëve të Allah subhanahu wa taala. Ishin të interesuar fort me ditë se cilët vepra i donë Allah subhanahu wa taala. Ato nuk ishin si ne me i thonë që këta unë e pe bajnë se kjo po ma konë, edhe manaton s'mendon se Allahu këta e pëlqena nuk e pëlqen. Parat një hadith që e transmeton gjithë Abdullah ibn Omeri, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot sa herë që ka qu Allahu pejgamber, ja ka qu gjematin para se me ardh pejgamberi alaihi salam. Tha thumme inneha tekunu khuluf, pastaj do të vinë disa mbrapsha, yaquluna ma la yafalun, e thojnë ata që i vetë se punoj,
Yaquluna ma la yafalun wa yafaluna ma la yu'marun. Dhe punojnë ata që kërko si ka unu me punu. E ban një pun, kur ta piqt a ka thonë Allah në Kuran, thot nuk e di, s'kam gjet Allah ajet. Këtë pun që jetu e bon, a ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sunnet, thot nuk e di. Po pse po punon me vlla? A din se Allahu subhanahu wa taala që ka thonë me një hadith që transmetohet se Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk ju kam lënë një send, nuk ju kam lënë një send që ju afron xhennet dhe ju largon prej zjarmit, vetëm se ju kam urnu me bon. Dhe s'kam lënë një send që ju afron ka zjarmi dhe ju largon prej xhennetit, vetëm se ju kam dalu me bon. Do me thonë që Allahu në Kur'anin e Kerim e ka zbrit një ajet në suratul Maide. Ka thonë Allahu subhanahu wa taala, el yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Sot unë ja kam plotsu dinin tuaj. Sot e kam plotsu di islam dhe i kam plotsu dhuntit e mia që i kam pas ndaj jush, dhe për fet juve kam zgjedh islamin. Një qifot, një jahudi, kur e ndëgjoj këta jet, i tha Omerit radiallahu an, tha ja Omer, tha te ju në Kuranin tuj, tha ka zbrit një ajet që neve aj ajet me na pas zbrit, na e kishmi bon bajram dhe festa dit kur ka zbrit. Tha Omeri, cili është ajet? E lexoj që këtë ajet që Allah në suratul Maide. Tha Omeri, elhamdulillah, tha wallahi, tha unë e di ki ajet ku ka zbrit dhe kur ka zbrit, e di dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që shka qenë. Tha wallahi ki ajet ka zbrit kur ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Arafat. A dit ka qenë dita e gjumo, mas i kindis ki ajet ka zbrit. Tha elhamdulillah o qifot, tha se na në këtë dit i këda di festa. Një fest, dita e gjumo, festa e dita Arafatit. Ki ajet ka zbrit që Allah subhanahu wa taala i përmen dhuntit e ati që i ka afru robët ati. Për këtë arsye, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin të kujdesshëm dhe pyetëshin se cilët vepra janë që të afrojnë të Allahu subhanahu wa taala më shumë, që të kapën për ata dhe të mërrin të Allahu subhanahu wa taala, që të bëhen të dashur të Allahut, se nëse bëhet njeriu i dashur i Allahut, na cekëm dhe në hadithin dersin e kalum, se Allahu subhanahu wa taala do ta mbron ata. Nëse tenton dikush me ngacmu, Allahu ka mi shpallu, çka po mërzit. Allahu subhanahu wa taala këtë përgjegjësi ja ka obligu vetës ati. Për kanë? Për ti pse don më shumë se ti që e don vetën tonë. Për ata kish sahab, kish shoki pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja parashtroi këto dy pyetje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Than ja Rasulullah, cili njeriu është më i dashur te Allahu subhanahu wa taala dhe cila vepër është më e dashur te Allahu subhanahu wa taala. Kur jemi këtu, ka mundësi edhe disa vepra që janë zakone normale më shlu një ibadet. Në sparit njoftomi çka do me thonë ibadet. Ibadet ka thonë Sheikhul Islam Ibn Taymija, do me thonë ismun jamiun li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al aqwali wal af'ali al zahirati wal batina. Ibadet, çka do me thonë ibadet? Ibadet do me thonë është një emën i përgjithshëm që e përfshin çdo fjalë dhe çdo vepër që Allahu subhanahu wa taala e don dhe është razi. Çdo fjalë dhe çdo vepër që e don Allah i thotë ibadet. Thot pa marr parasysh se është e jashtme që ja me gjumë bëhet apo me dur, apo është e mbrëmshme që është me zemër. Një punë që e don Allah dhe një fjalë që e don Allah i thotë ibadet. Mirë po ka mundësi edhe veprat të cilët janë normale të zakonshme mushlu ibadet. Si për shembull gjumi. A ka mundësi na gjumin me bën ibadet? Po. Dëgjoj një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka thënë në Yemen, si Davetxhi e ka thënë Muadh ibn Jabelin edhe Abu Musa Ashariu. I ka thënë në Yemen me prediku për dinin e Allahut subhanahu wa taala. Kur më rrinën në Yemen Muadh ibn Jabeli dhe Abu Musa Ashariu, Muadh ibn Jabeli e Abu Musa që i tha në ato ditë s'po rrim bashk, po ndam, tha njani po shkojmë lindje, po bojmë davet,
edhe njanin perëndim, tha zgjedhe njan. Tha qish dush ti banja. Tha une po shkojnë lindje, po bëj davet dhe po ftojnë dinin e Allah. Tha ti shko ka perëndim. Edhe sa herë këto bëjshin davet, kur afroshin nishin se Ebu Musa Asharian filan katunin gat, shkojshin dhe e vizitojshin njëni qetë. E një ditë prej ditëve, Muadh ibn Jabali shkoj te Ebu Musa Ashari. Ta te Ebu Musa Ashari ishte hipur në dev, edhe kur mrini ati e pa një njeri, e kishin lidh me pranga dhe po e mbajsh. Muadh ibn Jabali pasi që i dha selam, tha qka është ki njeri? Tha ki është që e ka pranu islamin vullnetarisht, e pastaj e kalon islamin dhe abo murtet, e kalon islam. Tha po qka po pritni jo? Tha pse pelini këta ala gjall? A nuk e dini qka ka thonë Allah subhanahu wa taala? Tha inshallah e kena ndërmen nëse nuk pendohet e gjenë dënimi. Tha wallahi nuk zbriti pi deve pa u realizu, pa u ndëshku ki njeri si pas Allah subhanahu wa taala. E mbytën ata pasaj zbriti. Dhe e pyti Ebu Musa Ashariu. E pyti ata, nuk e pyti për biznisin e vetë, po ati i tha qka i kije halët me ibadet, qka i kije halët me Allahun subhanahu wa taala. Tha wallahi, tha une po bajn ibadet, tha një dit për agjeroj edhe një dit për ha, tha dhe po lexoj i Kur'an sa po kanë mundësi, tha që këta pe bajn për Allahun inshallah e gjejtë Allah. E Muadh ibn Jabali u drejtu Ebu Musa Ashariu. Pasi që Ebu Musa Ashariu i tregoj për ibadetin e ati, i tha Muadh ibn Jabali, tha po ti që shikije halët me ibadet? Tha wallahi, tha une po ban ibadet. Kur po ven jacija pe fali dhe po bi me flet deri mesën e natë, pastaj po zgjona dhe po ban ibadet. Tha ja Ebu Musa, tha wallahi, tha une sukur që shlipi pe Allahu shpërblim dhe shpresoj që Allahu ka me shpërblej për namazin që e baj natën. Tha une gjithashtu, tha shpresoj se Allahu ka me shpërblej edhe për gjumin tem. Tha Ebu Musa Asharia Muadh, tha pse? Tha se une pe baj një jetë para se me ra me flet, dbit po shoj që të forcona për ibadet, edhe këta inshallah e baj ibadet. Par këtë arsye ka mundësi edhe disa vepra që janë normale të zakonshme me i ba ibadet, vetëm një jetin t'i banë, vetëm një jetit nevojit e tije, e inshallah Allah subhanahu wa taala kejt lëvizjet e tua ban ibadet, se aj ash i cili don shumë, edhe aj ash që shpërblen shumë. Kthejmë hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ki shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, tha cili ash njeri më i dashur te Allah, ju përgjigj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i tha: ahabbu nnasi ila Allah taala anfa'um linnas. Njeriu më i dashur te Allahu është ai i cili i ban dobi njerëzve më shumë, ai i cili nuk i ban dam njerëzve shumë, ai i cili nuk i ban kurkujnë e zarar, po vetëm se i ban dobi. Kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu ka thënë në Kur'anin e Kerim: fa amma az-zabadu fayadhhabu jufa wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil ard. Nëse don me dit ti se kush e ka imrin e gat në këtë dunja, merre që këtë ajet do ta dish. Ka thonë Allah subhanahu wa taala, ka thonë bardhoqet shkojnë te bardhoq, sa të mledhet një mbeturin e madh, vin shleperët dhe kamionet e qojnë te bardhoq. Ka thonë shkuma shkon te shkum, e madhe bollësi, mirë po pak me bo sabër shkrinjët dhe hum. Ka thonë kush ngel, ka thonë ai cili sjell dobi njerëzve, qaj e ka imrin e gat. Imam Malik i shkoj në haq. Kur shkoj në haq u taku me khalifën Ebu Jafar Mansur. Ebu Jafar Mansurin e takoj në haq. Ndëgjot çka i tha khalifja Imam Malik. Tha: o Imam Malik, Allahu t'ka dhënë ti e dituri, as ban një libër ti me shku, me i përmledh hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që njerëz ta kenë makollaj me mësu dinin e Allahut. Tha: inshallah une, tha ka me ja bon farz çdo vendin me mësu këtë libër, ashtu si që ka me ja bon farz me lexu Kur'anin e Kerim.
çka ju përgjigj Imam Malik? Ju ka përgjigj me disa fjalë që e meritojnë mu shkru me ngjyrë të ari. Ka thonë Imam Malik, tha sa i përket parës, çka thave me shkru dhe me jabon ma kollaj xhamatit, tha Allahu shpërblef për këta se mire kije se kije ketë. Sa i përket dytës, që ka me jabon farz dhe obligim gjdo kush me mësu, tha une nuk e pranoj ata, se une jam një njeri që e qelloj dhe gaboj, jam një njeri që Allah këtë dituri ma ka dhonë, aj që kaq më ka dhonë ka mundësi tjetër kujt ma shumë me i dhonë. Une nuk e kufizoj dikan me mu, ka thonë nuk e pranoj këta që bajnë farz. Edhe ka thonë fjallën e ardë në fund, ndëgjo o khalife, ndëgjo që ka po thënë, ma kene lillahi dame wa të tasal, qka është për Allah unë e ka imrin e gjatë, qka nuk është për Allah unë e ka imrin e shkort. Selamu alik. Unda Imam Malik janë shkrut njëjtën tem mbi 30 libra, mbi 30 autor. Sot kësaj dite nuk ka rrit veç libri Imam Malik, veç libri ati në ka rrit në dorën tonë si sot e lexoj. Për çka? Se nën ato shkronja ka pasën një ngjyrë që i thonë ngjyra sinceritetit për Allah subhanahu wa taala. Ka thonë ai cili sjell dobi njerëzve, ai cili e ka për Allah, ai cili e ka për Allah e ka imrin e gjatë. S'ka kush që ja ndërpren, s'ka kush që e kput dhe ndërpren këtë qirit, se Allahu subhanahu wa taala ja lidh me ata. Për ata Imam Malik nuk pranoj, me gjitha ta libri ati ngel. Për atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, kush e ka imrin e gatë, cili është më i dashur te Allahu, ai cili sjell dobi më shumë njerëzve, ai cili sjell dobi më shumë njerëzve. Abdullah ibn Jarir al-Bajali ka qenë njëri prej jemenazve, ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e ka pranu islamin dhe i ka thonë, ja Rasulullah, po ta jap besën se ka me të ndëgju dhe ka me të respektu kur e kam kollaj edhe kur e kam vështirë, ka me të ndëgju dhe ka me të respektu kur e kam let edhe kur e kam zor, dhe ka thonë po ja besën Allah se ka me këshillu gjdo musliman që ta shoh, ka me këshillu për mirë gjdo musliman. E Abdullah ibn Jarir al-Bajali, pasi që vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe e çoi shërptorin e atij në pazar me ble një kal. Shërptori hini në pazar, e pa një kali dhe e pyti, o ti filan, sa e ke kalin tan? Tha 300 dirhem. Tha bujrën 300, edhe ja pru Abdullah ibn Jarir al-Bajali. Tha o shërptori jem, tha sa e blejt e kali? Tha 300 dirhem. Tha vallahi ki i ban ma shumë. Tha there zotnijen ka. Tha o ti filan, tha sa i ki lip kali? Tha 300 dirhem. Tha vallahi, tha kali jot ban ma shumë. Tha 400 dirhem. Tha vallahi ban ma shumë. Tha 500 dirhem. Tha vallahi ban ma shumë. Tha 600 dhe 700. Tha vallahi ban ma shumë. Tha 800 i ban. E ka këshillu për Allahun subhanahu wa taala. E jo, na ku dalmin pazar, spetën si përfaqen, janë pej klasës par, e nër fifiron, me ndonë se aje mashtron dikan, o ti vlla, a e din ti se aj ka me ngel dhe imrin e gat, ka me pas bereqet në pasurin e ati, aj cili i sjell dobi njerëzve, ai cili sjell dobi njerëzve, Allahu subhanahu wa taala gjithashtu Allahu ka mi sjell dobi edhe ati. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj se cilat janë veprat më të dashura te Allahu. Ju përgjigj dhe tha, sa i përket veprave më të dashura te Allahu, janë, tha, me gëzu një musliman. Ahabbul a'mali ila Allah,
sururun tudkhilu fi muslim. Tha veprat më të dashurat e Allahu janë me shti qefin me gzun zemër një musliman. Kanë thonë dietarët islam, e ka obligim çdo musliman që me gzu vllaun e vet dhe ka haram me idhnu apo me mërzi. E ka obligim një musliman me gzu vllaun e vet. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Ka thonë mos e nënshmo dhe mos e hum një sevap. Ka thonë edhe spaku me taku vllaun tan duke bosqesh as sadaka. Me taku vllaun tan duke bosqesh as sadaka. Ka thonë këto janë vepra që Allahu i don. Gjithashtu prej veprave që tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që Allahu i don, po ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha an takshifa an muslimin kurbatan. Tha me ja largu një dert dhe një gal dhe një dhimbje dhe një brengosje vllaut tan, është prej veprave të dashura te Allahu subhanahu wa taala. Një tjetër hadith që e transmeton Imam Muslimi, Abu Daudi, Tirmidhiu, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: men nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Ai cili ja largon një dert dhe një gal vllaut të vet musliman këtë dunja, Allahu ka me ja largu dertet dhe gajlet dhe mërzia dhe brengosjet në akiret. Edhe normal se brengosjet, mërzit dhe dhimbjet e kësaj dunjas nuk krahasohen me dhimbjet e akiretit. Ka thonë Allahu subhanahu wa taala në suratul Hajj, ka thonë: ja ejuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-saati shay'un adhim. O ju njerëz, keni frikë Allahun subhanahu wa taala, se dridhja e tokës në ditën e gjikimit atë është e tmerrshme. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardat. Në ditë kur çdo nan fëmijën e vet duke pas ngjin prej trishtimit ka me hedh. Ka thonë Allahu subhanahu wa taala: wa tada kullu dhati hamlin hamlaha. Dhe çdo non shtatzone ka me lindën fëmijën e vet para kohë prej trishtimit të asaj dite. O të rannase sukara, i shef njerëzit sikur me qenë të dehur. O ma hum bisukara, faktikisht nuk janë ato të dehur. Walakin azab Allah i shedid, por dënimi Allahut është i tmerrshëm. Dënimi Allahut subhanahu wa taala është i tmerrshëm. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala thot: fa kayfa tattaquna in kafartum yawma yaj'alu al-wildana shiba. Si keni mundësi ju më mbrojt nëse nuk e njihni Allahun këtë dunja, në ditë kur fëmin Allahu ka me bo plak, fëmiu ka më thim prej frigës të dënimit të Allahut subhanahu wa taala. As-sama'u munfatirun bih, as-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula. Në ditë ka mu qa qielli, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka me zbrit dhe dilin mbi kokat e njerëzve. Tha ki transmetuesi këtij hadith, nuk e di se sa tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. A tha një mail edhe e ka për qëllim 1 kilometër e gjims, 1609 metrë këto bojnë mbi kokat e njerëzve, apo tha dili ka me zbritën aq poshtë mbi koka sa s'ka mu dapi kokës njeriut, vetëm se sa një moja e lapsit që gratë e shojnë sintet e tërë. Ka thonë ka mi bashkërum, edhe gjersat kanë mi mluën dikan derin gujnë, e dikan derin shok, e dikan ka më gëlltit në gjersat e ati. Ka thonë s'ka me pas hije vetëm Allahu subhanahu wa taala, vetëm hije Allahu dhe Allahu kanë esrehon hijen e ati. Këto janë dertët dhe gajlet më të mëdhaja. A ditë kul dish për Allahu subhanahu wa taala, cila rrugë dalja, si kena mundësine me shpëtu prej këtit meri. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: largoja një gajle vllau tanë këtë dunja, Allahu ka me ti largu këto gajle në ditën e gjikimit. Largoja një të keqe vllau tanë, mos e brengos ata, mos e mërzit ata. Allahu subhanahu wa taala prej teje këto derte dhe gajle kami të largu. Po ashtu prej veprave që i donë Allahu subhanahu wa taala që i ka thënë këtë hadith, ka thonë: wa an taqdiyan muslimi dejnen, me jala një bërgj vëllau tanë musliman,
janë prej veprave që i donë Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala kur e ka nda zekatin, kur e ka nda zekati se kujnë i be, e ka nda edhe njani që ka caktu wal ghari, ka thonë Allahu subhanahu wa taala wal gharimine, dhe ato që janë zhitën në borgje, edhe atinve i ben zekat, bile atinve i ben me jadhon kejt zekat. Parasije se shumë musliman kur t'japin zekat, kur t'japin zekat çka bojnë? Ja japin njanit 50 mark, qetrit 30 mark, qetrit 40 mark, kujtojnë se me këta bojnë ma mirë. Ja, kejt zekatin që a kije ashtë me preferume me adhon njanit. A di për çka vllai dashur musliman? Për arsye se ti si vjet ja qelësit njanit dhe largon prej borgjeve, ja largon borgjët ati, e në mot a jep zekat. Ati nëse jep si qëllit ka 10 mark, për gjdo vetë që ato fukaraj kjetë njëjt, as njanit ja qelësin, për ata ma e preferushme ashtë me ja dhonë vetëm njanit me bon pasanik, edhe shton njanin që ti e me dhonë, njani që me dhonën zekat. Për ata Allah subhanahu wa taala, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se prej veprave më të pëlqishme te Allahu ashtë edhe me ja lani vllau tan borgjin që ja zhit në ta. Transmetohet me një hadith që e ka transmetu Ebu Said el-Khudriu, thot një njani prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njani prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam blen edhe hin me një tregti duke qenë Medine, mirë po dënë Allah subhanahu wa taala që i hum shumë edhe zhitet në borgje. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i unon shokët e tij dhe thot: jep një sadaka, mbledhni disa parë që t'ja lajmë borgjin filani, edhe ja kanë la borgjin vllaut atij në musliman. Gjithashtu prej veprave që Allah subhanahu wa taala i don, ashtë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: wa anta trudan muslimi juan, me ja largu prej vllautan uncin, ashtë prej sadakave, ashtë prej veprave që i don Allah subhanahu wa taala. Allahu ka thonë suratul Insan, ka thonë: innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, ato që do të hinë xhennet do të pin ujë prej gotave, edhe në ato mrena në të gotë ka një lloj uji që i thojnë kafur, aja është aromatik, ka një erë të këndshme. Ajnen yashrabua biha ibadullahi yufajjiruna tafjira. I kanë disa burime interesant, i kanë disa burime interesant. Ka thonë burimet e atinve i bajnë me vetë, kutin tekët me thonë bura buron, ato me vetë i kanë këto burime, e kanë ujin e këthjel. Pse këta e kanë meritu? Qishja ka dhonë Allah subhanahu wa taala? Qka kanë punu që Allah subhanahu wa taala i ka që problem? Allah subhanahu wa taala ka thonë: yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Premtimin e atinve e qojnë ven dhe i tutën një dite, si ajo ditë ku t'vene, ajo ditë ku t'vene ka për masa të mëdha, ashtë ditë e të mërshme. Ka thonë po ashtu që ka bojnë? Ka thonë: wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinen wa yatimen wa asira. Dhe japin, e ushtjen të varfërin, e ushtjen jetimin, e ushtjen jesirin, edhe thojnë: la nuridu minkum jazaan wala shukura. Nas kërkojnë prej juve që ju të nash problemi, nas kërkojnë prej juve që ju të falimenderoni neve, nas kërkojnë prej juve që ju të na përmenni. Na kejt e këta e bojnë për Allahun subhanahu wa taala, kejt këta e bojnë për Allahun subhanahu wa taala. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: at'imul ja'i, ushtjene ata që nuk ka me ngran, wa fakkul ani, liron e robin që ka la e si në dorë të jo besimtarve, wa udul merit, dhe vizitone ata që është ismu. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë me një hadith: lejse el mu'minu billedhi yushbi'u wa jaru ja'un ila jambi. Nuk e ka plotsu besimi njani prej jush i cili bjen me flet, kurse kojshia ati është i unt, aj edin, edhe nuk ja zgjat dorën. Ka thonë: nuk ka besu muë për derisa kojshien e kanë këtë hal. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith që e kanë transmetuar Muslimi
Ditën e gjikimit i thotë robit vetë: o ti robi jem, pse une kur t'lipa me mushtje ti nuk o mushtjeve? Pse une kur t'a zgjata dorën ti nuk bon e gajret? Tha: o Zot imam, si t'u shtjej ti e kurse ti m'ki u shtjej mu? Tha: me pas dit se ti më vërtet se unë t'ka mu shtjej ti edhe ti m'kishe u shtjej mu. Tha: pse s'ma zgjate dorën kur t'a zgjat? Tha: ja Rab, qishtu shtjej ti e kurse i ti e Rabbul Alemin. Tha: as ter filonit e derë dhe trokiti t'a zgjati dorën dhe nuk bon e gajret. A nuk e ki dit ti se me pas u shtjej ata do t'a kishe gjetën ata te unë? A nuk e ki dit ti se ti me ja pas gjatën ati dorën do të më kishe gjetë mu te aj, do t'a kishe gjetë se vapin që e ki dhonë te unë. Pa ata Allahu subhanahu wa ta'ala suratul Mudaththir tregon se xhenetlit e pyet njani tjetrin: çka u bon që filoni dhe filoni dhe filoni kanë hinë xhenem? Thot: vallah nuk e di. Thot: edhe unë e filonin e kam prit me hinë xhenet amon xhenem. Atëre i qelët një dretare xhenemi dhe i pysi dhe i thoj: ma selekekum fi sekar? O ju njerëz, qka ju ka fut juve në sekar, në fund të xhenemit? Përgjigjen xhenem lit të brengosur dhe të mërzitër thoj: lem neku minel musallin. Fort e fort namazit si kena ra, s'kena fal namaz. O lem neku nut'imul miskin, dhe nasja kena zgjatën dorën fukaras. Këto janë disa prej veprave që na kanë qunë xhenem. Allahu subhanahu wa taala jo viçkaq prej sebeveve që të ban me hinë xhenem, po ai vazhdon edhe ma larg. Thot: edhe ai cili ka mundësi me nxit, ai cili ka mundësi me nxit njerëz me dhon sadaka, ai cili ka mundësi me nxit njerëz me jazgjat dorën fukaras dhe nuk e ban, ka thon ka me hinë xhenem, ka me hinë xhenem. Allah subhanahu wa taala e përshkun ata që cili e ka gjetë fletushkët e ati në dorën e majtë, dhe i thot a i vetës ati, thot: ja lejteni lem u të kitabje, ma mirë për mu e kana kanë mos me ditë se qfar shpërblimi kam, walem edri ma hisabje, se di qfar logarije kam, ja lejtëha kanët il kadje, a mu kanë me vdekjet kishtë mbaru qdo send, mirë pa pas vdekjes ka rinjallje, ma gënan një malje, wallahi nuk më sjeli dobi pasuria ime, o haleke anni sultanje, dhe gjithë kompetencat prej dorët mija kanë dal, khudhuhu fe gullu. Allahu subhanahu wa taala i thot: merë në këta dhe hedhne në xhehenem, lidhne me 70 kut zinxhiri, lidhne me zinxhir që përbat prej 70 kutëve. Kanë thonë Ibn Abbasin komentin e këti ajet: një kut, një halke këti zinxhiri me zbrit këtë dunja, këtë njerëzit dhe gjinët mu mledhen me ngrejt nuk kishin pas mundësi me luj. Era e keqe që i vjen këti halke si zinxhirit, ka thonë veç me pas dal në këtë dunja bereqet si shte bon, bereqet si shte bon. Ka thonë Allahu subhanahu wa taala i thot me laqeve mërë në lidhnë me këtë zinxhir dhe hedhë në xhenem, pse me hedhë këta qka ka bon? Ka thonë Allahu subhanahu wa taala tregon dhe thot: innehu kana la yu'minu billahi l'azim, sa i se ka besu Allahun subhanahu wa taala dhe s'ka besu që një dit ka me dal për Allahut, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dhe a i ka pas kompetenca, ka pas mundësi me nxit me azgjat dorën fukaras, po se ka bon. Ka pas mundësi a i me nxit mi, po nuk e ka bon. Ka thonë kjo është kak prej shkaqeve që njeri ju hinë xhenem. Allahu subhanahu wa taala na ruaj. Gjithashtu prej veprave që e donë Allahu subhanahu wa taala, ka thonë pejgamberi sa sem dëgjat, ka thonë: wala an amshiya fi ma akhi muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha al-masjid shahra. Ka thonë me hec me një vllaun tem musliman, me ja kri nevojën qka e ka aj. Ka thonë pejgamberi sa sem: ash më e dashur te unë se sa me nejt një tikaf në gjami me bo ibadet nat e dit një muj.
Edhe në xhamin e pejgamberit sa një namaz xhamin e pejgamberit sa nimi namaz. Ka thonë pejgamberi sa me ja kri nevoje, me kri nevoje një vllaut musliman, me qëndru me ata derisa t'ja plotësoj gjithë nevojë që i ka thonë ashtë më e dashër për mu se me hin xhamin teme dhe me bo itikaf një mu. Pra vllai dashër musliman, Allahu kontributin tanë s'ta hum, Allahu energjin tonë s'ta hum, edhe një hapë si ta qitë për vllaun tanë për Allahu subhanahu wa ta'ala që problem. Ndëgjoj një hadith që e ka transmetu Imam Bukhariu, Ebu Hurajra transmeton këtë hadith. Një vllau musliman me rrugën për një fshati me shku me bo vizit një vllaun të vetë musliman një qëtër fshat. Allahu i qënë një melaqen mesin e udhës në formën e një plaku. Kur më rinë ke njeri thot selamu alaikum, alaikum selam, thot a ban me të pyt ka po shkoj. Tha po shkoj një vlla musliman një islam e kam këtë fshat, po shkoj me bon zjaret. Tha mos ki dhe një nevoj ti agje me kri që po shkoj. Tha ja, veç për Allahun po shkoj me bon zjaret. Tha mos e ki dhe një pasuni që don me bon dhe një biznis të aj. Tha jo vallah, tha une jam nisën me bon zjaret një vlla musliman. Tha për ndëgjo, Allah më ka dërgu mu e me laqë, me tregu se gjdo hap që e ki qit Allah t'ka la prej gjunave dhe t'ka ngrit ka një shkall në gjennet, një shkall mes di shkalleve 100 vjet me et. Ka thonë në gjdo hap që e ki qit ti për vllaun tanë musliman vizit, Allahu subhanahu wa ta'ala te përpjet në gjennet ka ngrit. Për ata gjenneti Allah të filtohet kolaj, ata që dojnë me bon kolaj, kurse ai që dojnë vështir, ai gjithmon e ka vështir, për arsije se sa pregadit ai me hin gjennetin Allahut subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Allahu është ndihmën e vllaut atij musliman për derisa ai është ndihmën e vllaut të vet. Për atë Hasan al-Basriu i tha, një ditë prej ditëve erdhën dhe e pyetën Hasan al-Basriun se ka ardhur një vlla musliman, e ka një nevojë me e kri. Tha shkoni në xhami te Thabit el-Bunani dhe thuni që të vjene aj me juve dhe t'ja krije atë nevoj që e ka ki vlla musliman. Shkun te Thabit el-Bunani dhe i than, qështu një vlla musliman e ka një gajle dhe një derë do me kri. Tha na shoqron me ja kri këtë nevoj. Tha wallah jam një tikaf, tha e kam bon një jetë në xhami, tha jam të boj ibadet s'boj me dal, ma ban një halal. U këthin të Hasan al-Basriu. Tha në Thabit el-Bunani s'ka mundësi me arsa një tikaf. Tha shkoni bani selam, o ti që nuk jetë duke pa mirë, a din se ti me dal pe i tikafit me a krini nevoj vllaut tanë musliman ash ma e vleshme se një muj me nejti tikaf. A din ti se një nevoj vllaut tanë me a kri, tha ashtë ma me vlerë se me bo haq pas haq, se ma me vlerë se sa me bo haq pas haq. Omer ibn al-Khattabi natën dilte dhe i viziton të musliman, a ka dikush dhe një dert me akri. Talha ta tha e pash një dit, tha hini të një shtëpi, tha edhe të nesit mëngjes jam qu, jam drejtu të e shtëpi, ta kshiri shka ka bo Omeri pse ka orën këtë shpi. Tha kur hina, tha e pash një plak të raskapitur dhe qoru, tha s'po muj ke më ngrejnë nga, tha Omeri dhe pyta, oj ti plak, oj ti loke. Tha pse Omeri e rëprom, tha i ven për nat, tha i ven për nat, tha pse ven për nat, tha mi lan teshët dhe mi ban pun, tha dhe mbe nevoj qka kam une, tha ma krin edhe shkon. Talha ta i tha vetës vet, ah mara mjeri Talha, tha ti ki met me kshir Omeri ku po hi, halijot ka met me kshir Omerin se pse ka hi. Tha Omeri nuk shkel ko me ati vetëm ku ka hajr, a ishte që ja lan të teshët kësaj plak, a ishte që ja pastron të oborin Omeri radiallahu an, ja krin të një nevoj se donte ta fiton dashurin e Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përfundoi këtë hadith, tha dhe ke kujdes dhe prëntone mos e prish. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thon wa inna su al khuluq yufsidu al amal kama yufsidu al khallu al asal. Tha dhe sjellja e keqe, morali keq
ta prish punën tone. Ka thonë sikur që e prish uflla mjalt, sikur që e prish uflla mjalt, që t'ja baklavës një pik ufëll, e shef se s'ahat mo. Ka thonë punët e tua që i ki bon kejt këta. Ka thonë mos i prish me sjelljet këqija. Parat për nga meri sasem një hadith ka thonë, a e dini se cili prej umetit tim është muflis? A e dini cili prej umetit tim muflis? Të në po, ja Rasulallah. Tha, a i cili s'ka dirhem dhe dinar? Tha ja. Tha ja. Tha muflis prej umetit tim a i është që vjen me namaz në file sa kodrat, vjen me sadaka në vullnetare sa kodrat, vjen me agjerim në file sa kodrat. Mirë po, e ka ofendu filanin, e ka sha filanin, e ka akuzu filanin, e ka ra filanin. Tha se cili prej atinve ja merë se vapat, derisa mos t'ingele as një se vape. Pastaj nëse jetë bërq, tha ja ato ja japin gjunat, e ngarkojnë ata mirë dhe hedhën gjenem. Tha që kja muflis, që kja që e ka prish punën e vetë. E lusmi Allahun subhanahu wa ta'ala ta ban prej atinve që i punojmë shumë dhe i bëjmë ato punë që Allahu është i kënaqur, edhe punët e tona me durët e tona nuk i prishmi, në manirë që ti gjejmë të Allahu subhanahu wa ta'ala dhe të bëmo prej dashamirëve të Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka Allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت من بعد مماتي أن ينزلني خير مكاني فاسأل للفردوس الأعلى من جنة رب المنان من أغلى عندي من ولدي ريحانة وجداني ولدي يا ليس بمقدرتي فاقبل مني فيض حناني اسأل للفردوس الأعلى من جنة رب المنان صوتك دوما